Turpi dhe gjykimi në trupin e burrit. Burrat kanë mësuar se nuk duhet të ndjejnë, se ndjeshmëria i bën më pak burra, se të qash është dobësi dhe dobësia është e turpshme. Por trupi i burrit nuk harron kurrë. Çdo emocion i ndaluar mbetet në muskuj, në frymë, në zemër. Turpi dhe gjykimi jetojnë në trupin e mashkullit si ngurtësim, si barë, si mbyllje. Në shpatulla, ai mban peshën e pritshmërive, duhet të jesh i fortë, duhet të kesh sukses, duhet të mbrosh. Të fjalë bëhen tension, bëhen dhimbjes që shuhen kurrë. Në gjoks, mbar turpin për ndjenjat. Ai do të dojë, por ndalon veten. Do të tregoj dashuri, për frika nga gjykimi e shtyp frymën, se do ta tallin të tjerët. Gjoksi i burrit shpesh është si një derë e kyçur që prej të hapet për të marrë frymë lirisht. Në bark jeton trupi seksual. Shumë burra janë rritur me mesazhin që seksualiteti është diçka për të cilin duhet të jenë fajtor. Dëshira është përzierë me frikë, me ndalim, me gjykim. Kështu energjia e jetës bllokohet. Në vend që të rrjedhë si forcë e pastër krijuese, ajo shndërrohet në tension, agresion ose moslidhje emocionale. Në duar, ndonjëherë jeton frika për të dhënë. Në trupin e bukurit që është gjykuar, duart ngurtësohen, sepse përqafimi është ndjerë i rrezikshëm. Ai do të dojë, por mendon, nëse tregoj shumë dashuri, do dukemi dobët. Në fyt, jeton zëri i mbajtur. Shumë burra nuk kanë folur kurrë për dhimbjen, për frikën, për fajin. Fyti i tyre është mësuar të heshtë, jo të shprehet. Por çdo fjalë pa thënë qëndron si një nyje energjie që ndalon frymarrjen. Në zemër, gjykimi është bërë si mure. Ai e gjykon veten që ndjen, që ka nevojë, që kërkon përfaqësim. Gjykimin e mban larg dashurisë që e pret brenda tij. Në shpinë dhe në këmbë ai mban barrën e brezave para tij. Baballarët, gjyshrit, burrat që nuk patën lejë të qajnë, që mbajtën neshtin për familjen, që mbyllën zemrën për të mbijetuar. Trupi maskullor e di këtë peshë, e ndjen në çdo hap, në çdo dhimbje që shoqërohet me ilaç. Trupi toksik dhe gjykimi nuk e bëjnë burrin më të fortë, e bëjnë burrin më të lodhur, më të ngrirë, më të shkëputur nga vetja. Kur ai fillon të ndjej, trupi i tij zbutet, gjoksi hapet, fryma thellohet dhe energjia e jetës kthehet. Në momentin që ai lejon lotët të rrjedhin, forca e vërtet e burrit zgjohet. Jo forca e kontrollit, por forca e ndjenjes. Jo ajo që shtyp, por ajo që shëron. Kur burrat lirojnë turpin nga trupat e tyre, fillojnë të shërojnë dhe gratë përreth tyre, sepse energjitë ndalen së luftuari dhe fillojnë të bashkëpunojnë. Trupi mashkullit që rilind nga turpi bëhet trup që mban dritë, jo barë. Jam Erita Cake, terapiste energjetike, dhe jam këtu të ndihmoj të hapësh zemrën. Jam mësuese trajnere e zhvillimit personal dhe zgjimit kolektiv. Shkrimtare në libra që do të ndihmojnë të lirosh frikrat, të fillosh
zhvillimin tënd personal dhe ti jetosh dhe jo të mbijetosh. Për ty mashkull, që deri tani ke marrë një peshë të rëndë, jeta nuk është luftë e mbijetesë, por është bashkëpunim me gjininë femërore dhe në emër të grave të thërresë për bashkëpunim, të hapim zemrën dhe nëse dëshiron, mund të bëjmë terapi në grupe dhe në individ për të ndihmuar të lirohesh nga gjithë këto peshat dhe barrat. Të ftoj në një grup të ri vetëm për burrat, të punojmë së bashku. Ju dua shumë, ju falenderoj dhe ju mirëpres me dashuri.